Sa ty është në grup. Pavarësisht vështirësisë, nuk po fokusohemi të lehta, të vështira, vështirë të përmirësueshme, a mund të konsiderojmë që si janë bashkëpunim i mirë lojrat e teknologjisë, të cilat janë memory games ose lojra logjike që i quajmë, por që janë teknologjike që duhet të punohen me telefon, me iPad, a ndikojnë, a konsiderohen lojra stimuluese, motivuese në edukim, në pjekuri emocionale, psikologjike? Konsiderohen, so raport e kjo pjesa pak kanë frikë realisht, nëse unë i thëmë prindër ndonjëherë mund të shme e lanë, tash nuk e di sa ka me qenë koha që ka me lanë teknologji. Se mandej fëmijët po kalon prej lojës për hindika tjetër. Unë prapë thëmë po nëse na e lojmë do një lojë simuluse, po memory game, edhe mira është edhe fizikisht me bo memory game, me kartat ndryshme, që më në zakonisht të përdorim e flamurat shteteve të ndryshme, që me i gjetë, nështë jo kretë setin e tyne, po pak të një 10 prej tyre, ose perime, ose pëmë, ose kafsh, ose numra, që me mbajt mendjen ku kanë qenë. Kur pëllojmë të telefoni, po normalisht që është i mirë, po kur kena probleme... Po ju abuzu ndështë? Jo me nejtë me qëndrim shumë gjatë. Normalisht që është edhe ja mirë, por kur ne jemi afër tyre. Veç mas është një loj teknologjike që unë me rase e luj edhe me vajzën ta, është me gjithë diferencat që ka ndryshe prej një pikture lartë dhe një nësë poshtë, edhe është me sekonda. Ajo është e mirë që lënë fëmijën më kon pak më shpejt me i gjithë që ato. Nështë ka me dozi sa ka më ri për sëri që ajo lojë, dërsa ti kime përfundu, me gjithë ato 7 copa, zakonisht në 7 fotografit ndryshme që të është me mbush atë pjesë me realizu. Ajo është shumë e mirë, më ka ndodhë që po ndoshta ndo një prindit ja kom tregu, për këmë thonë vazhdimisht që të keni kujdes, jo me lon vetë. Edhe një pyetje e fundit, Blerta, ju e një nanë vetë, e keni një vajzë, sa ndryshon teoria nga praktika, se jeni psikologe, bashorti po ashtu është psikolog, teoria dhe çdo gjë që dini rreth psikologjisë dhe edukimit të hershëm të fëmijëve, çdo gjë tjetër që keni mësuar, sa ndryshon ajo që mësohet me ata që është në praktikë e të qenurit prind me fëmijë? Kur unë veç u bëra nanë, për mu më përmbosha ja një farë puzzle që vazhdimisht më bështin prindërit, po ti ke letë me na thonë se ti në përshonë nuk je në anë vetë, edhe për gjatë punës trajtimit. Por e pash që nuk është që më ndryshoj diçka përveç kohës, që ndoshta kom punu në një orar shumë ma gjatë, mirë po e kom minimalizu për shkak që e kom një fëmijë brenda në shtëpi, edhe do të marrë me ta tutje. Nuk më ka ndryshuar diçka tjetër. Beli me thonë drejtën, me ka thonë një lloj frike, që apo kam mjaftueshme më marrë me ta, qysh e vogël, qysh bebe. Gjithmonë e kom thënë, e kom potencuar dhe me prindërit e tjerë, po dhe në përgjithësi, që unë kom vazhdu me kuptu ashtu shku gjithçka zhvillimi mirë. Çka do me thonë nëse nuk je afër fëmis, mos kujdesi ti, energjia që ti jep si prind, veç mas nana, është shumë e rëndësishme kjo pjesë kur fëmija nuk e ka afër për shembull nanën, është më i ndjeshëm, është më emocional. Ndonë se kur kthehesh prej punës, që kene pak më gjatë, kam i fillu me u gjujt, kam i me bërtit, do të kam e të shty ty, po ai nuk do të thonë që është një sjellje problematike, po është një sjellje që ti ke mungu qatë tërditës. Këtë pjesë fatmirësisht që nuk e kom leju vetës që fëmija me pas mungesën tam, po gjithmonë kun aty afër vetes. Po, për shembull bashkëshorti vazhdimisht më thonë, çaj të i bë kaq shumë presion. Unë e kisha fokus komunikimin, përveç lojrave ndryshme me ta fizike, emocionale, gjithçka, po dësha edhe me pa komunikimin. Do të qysh e vogël kum dash me pa cilën mosh, cilën muj fillojnë ma tepër me komuniku. Se ndoshta është edhe ma e lehtë me pa fëmijët e tjerë, edhe interpretimin e prindërve që e thonë, po kur ti vetë je prind, atëherë e ki një teori tënde natyrisht, se kemi parasysh që prindërimi është një rol që kur nuk ka fond, edhe nuk bazosh me të në diçka, po në gjithçka, është vazhdimisht që ki papritura për gjatë rrugës, pavarësisht ai në zhvillim gjithçka mirë duke na shua hakimi ndonjë vështirësi. Këtë pjesë kam qenë shumë rahat me veten edhe natyrisht me bashkëpunimin e prindit, kështu që edhe fëmia ka pas një rritje të mirë të shëndetshme, po edhe të cilën fushë të zhvillimit në bazë të etapave të ndryshme që i njohim na si profesionist në këtë fushë, e kom pas që gjithçka janë të shkuar në rregull. Po ja pata realisht në disa programeve, ja shumë edhe hajrin realisht, është programi nuk e di nëse më përndosh foleja.com, është me dana të fëmijëve,
por aty edhe janë disa teste që dush me plotësu zhvillimit të fëmisë. Unë gjithmonë e bëllë shpesh herë edhe e qes që kam ndoshta rreth familjare, shoqërore dhe ma të tjershëm që nuk i pranojnë ndoshta disa vështirësi të fëmijëve tyre, gjithmonë tham, keni të ky aplikacion edhe jepni përgjigje. Po. Një aplikacion i cili nëse s'gaboj financohet dhe mbështetet nga UNICEF-i, i cili është një aplikacion shumë i mirë edhe që e kemi përmendur edhe disa herë në emision që me të vërtetë është një lloj Ciceroni i prindërimit, po e them kështu që sa më me qirsu, sepse ja vlen me qenë pjesë e edhe shpikon shumë mirë lojra se cilën fush nëse është dhënë një përgjigje që fëmia nuk e realizon këtë pjesë, atëherë t'jep mesazhe tutje se çfarë dush me bote që kjo fush. Edhe gjithmonë e potencon që në rast janë disa kategori. Në rast mos plotësimi këtyre drejtohen tek profesionistë të shëndetit mendor ose mirëqenies fëmijëve. Shumë vërtet. Nga ajo që the për vajzën e mora si vajza ka qenë një master doktoratur për ty dhe bashortin, sepse ju ka vënë pa edhe praktikën e drejtë të prindërimit, sepse ka disa ndryshime, tash 2 fëmijë kam dhe dallon prindërimi me të dytë, në atë aspektin që dallon karakteri tyre dhe ndryshe funksionon me njërin, ndryshe me tjetrin. Dhe kjo ta ka lehtësuar edhe më shumë punën tënde me fëmijë të tjerë tash, është shumë më e lehtë. Ndonjëherë edhe për shfrytëzoj, për marr. Po tham doktoratur. Po, fiks. Kjo ta ka lehtësuar besoj profesionalisht, emocionalisht edhe empatinë e rrit hala më shumë. Po, dhe anën tjetër ka filluar me mendu që kur të rritan ka më bo me punu me fëmijë. Du më punu si mami, po ju si babi, se a jemi të rritër përshë. Babi, për ndryshe Blerta është bashkëshortja e psikologët tonë që vjen shumë shpesh edhe në emisionin Familja Jon Yll Avdiaj, që për Familja Jon ka shumë rëndësi kur ju vini dhe kontribuani për shikues tonë, për lexues tonë, sepse është një betim i profesionit tuaj. Sado që punoni privatisht me ta, këshillat mediale janë jetike, sepse këtu e bëjmë diferencën, reagimin, ndaj situatave ku ju përmendni dhe ata ngjasojnë me ato që ka përjetojnë. Dhe me të vërtetë është për të duar të kitur kjo që bëni ju kontributin në media. Faleminderit shumë Sara. Falenderoj ty që ishe Blertë. Merci, faleminderit shumë.